Përdorimi pa kriteri antibiotikëve po kthehet tashmë në një shqetësim serioz në mbar botën. Sipas raportit më të fundit të OBSH, deri në vitin 2050, të 2/3 e vdekjeve në mbar globin mund të kenë si shkak rezistencën e lartë të infeksioneve ndaj antibiotikëve. Shumë njerëz, po edhe mjek dhe sidomos farmacistë në Shqipëri, japin antibiotik edhe kur ne kemi sëmundje virale, ku antibiotiku nuk ka asnjë efekt. Dhe në këtë mënyrë, të gjithë bakterët që ne kemi fitojnë rezistencë. Po kështu, duhet pa parasysh që kur marrim një kurë antibiotikësh, kura duhet shkojë deri në fund. Nëse kurën e lëm përgjys, atëherë bakteret fitojnë rezistencë. Një ndotje shumë e madhe thonjse nga antibiotikët vjen edhe nga përdorimi i antibiotikëve në blegtori dhe në rritjen e kafshëve në përgjithësi, sepse në blegtori fatkeqësisht antibiotikët nuk përdoren për të luftuar sëmundjet, por për të parandaluar sëmundjet. Dhe të gjithë antibiotikët që ne i përdorim për kafshët, kalojnë tek njerëzit. Ekspertët shpjegojnë se një rritje të rezistencës ndaj antibiotikëve kanë pësuar edhe infeksionet spitalore. Rezistenca nëpër spitale është dhe jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë, prandaj shpeshherë mbas operacioneve spitale kemi infeksione ndaj pacientëve, pikërisht për këtë arsye. Në Shqipëri është më e theksuar. E para thash se nëpër farmaci, vetë farmacistët japin antibiotik. Dhe shpeshherë shkon vetë pacienti pa pasur fare recetë nga mjeku dhe thotë më jep këtë antibiotik pa e ditur nëse ky antibiotik shërben apo jo. Por si mund të parandalohet ky fenomen? Duhet ndaluar në mënyrë kategorike dhënia e antibiotikëve pa recetë, me dëshirën e klientëve apo me dëshirën e farmacistëve. Të rritur kontrolli i përdorimit të antibiotikëve thash në blegtori, që është gjithashtu një mashë shtrënguese që duhet bërë, sepse në blegtori thash përdoren për parandalim, jo për shërim. Përpara se të japin antibiotiku në dur, mjekët duhet që të bëjnë një kulturë bakteriale dhe të shikojmë bakteret cilat na kanë infektuar, cilët janë antibiotikët që bëjnë efekt. Se mund të japësh një antibiotik që nuk ka asnjë efekt ndaj baktereve që ne na kanë infektuar. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregoi se nga viti 2018 deri në vitin 2023, rezistenca ndaj antibiotikëve u rrit në më shumë se 40%.